Zbardhet identiteti personit që mesditën e të shtunës vendosi në lëvizje policinë e Vlorës në një ndjekje aksion si në filma. Zbardhet ngjarja që vendosi në lëvizje policinë e Vlorës mesditën e së shtunës. Ai që solli vërdall policinë e cila u alarmua ishte një 31 vjeçar banues në Vlorë me iniciale JM. Para ditën e kësaj të diele, policia ka dalë me një deklaratë për shtyp, teksa bën me dije se uniformat blu ndaluan shtetasin në kërkim JM 31 vjeç, banues në Vlorë, i cili fillimisht ka tentuar të largohet, por më pas është kapur dhe është vënë pranga nga shërbimet e forcës së posaçme Shqiponja, pasi ndaj tij, gjykata e shkallës së parë jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg për veprën penale vjedhja. Identifikohet autori i cili u arrestua nga policia një ditë më parë në zonën e Skelës. Ai është një i ri i cili ka qenë i shpallur në kërkim për vjedhje. Pikërisht në këtë zonë ku në gjendem është arritur të lokalizohet nga uniformat blu dhe më pas të shoqërohet drejt komisariatit. Të shtunën operacioni u shënua si një ndjekje në filma. I riu 31 vjeçar po udhëtonte me motor teksa një patrullë e policisë i ka bërë sinjalizim për të ndaluar, por ai nuk është përgjigjur dhe është larguar. Sinjalizimi për të ndaluar i është dhënë në lagjen 10 Korriku, por sa po pikasi policin është larguar me njerë. Grupi i gatshëm ka njoftuar sallën e policisë e cila ka qenë angazhuar me disa shërbime për të krehur zonën. Në këmbë me motor dhe me automjete, për rreth 45 minuta, policia ishte në kërkim të autorit rebel, që më në fund u arrestua, por e gjithë kjo u shoqërua me kurreshtje nga qytetarët, të cilët nuk po e kuptonin se çfarë po ndodhte. Gjatë kësaj të diele, në deklaratën për shtyp të dhënë për mediat, policia e Vlorës zbulon se bëhet fjalë për një 31 vjeçar, i cili më parë ka qenë dënuar për vjedhje dhe ndaj tij gjykata kishte vendosur masën e sigurisë arrest me burg.